Gjibrili a.s. u ul pran pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me çfarë veshje? Me veshjen më të mirë, që me të bë me dije ty, që kur të vish në xhami për t'i dëgjuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të vishesh në pamjen më të mirë. Je në xhami, në namaz, në ligjerat, në ders, me veshjen më të pastër. Mos të flasim për dietarët, mos të flasim për hoxhallarët, se si duhet të vishen në kohën, sidomos në kohën që spjegojnë dhe shtjellojnë argumentet e fesë Allahut Azza wa Jall. Gjibrili alayhis salam, si u ul, në çfarë vendi u ul, gjitha këto janë mësime për jetën tonë, që ne të edukohemi kur të vim në xhami, apo edhe dikun tjetër, kur të ulemi në ligjerat, në çfarë mënyre, në çfarë stili, në çfarë vendi, ai i cili don që të dëgjon fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulet afër. Gjibrili alayhis salam u ul afër, u ul në gjojë. Dhe kjo është mënyra më e mirë. E pastaj në mënyra tjera, varësisht secili në bazë të mundësive që i ka, mirë po me edeb, me edukat të lartë.